Për sa i përket dorëzimeve të kontrolluara, këto bëhen me autoritetet e shteteve të huaja, kryesisht për ngarkesa me lëndë narkotike që vijnë nga shtetet e tjera, siç janë ato të Amerikës Latine. Dhe kanë destinacion përfundimtar vendin tonë. Ajo, për këtë qëllim bëhet dorëzimi i kontrolluar. Normalisht ato që janë për vendin tonë sinjalizojnë autoritetet përkatëse të shteteve të huaja, sinjalizojnë autoritetet tona që të kenë në mbikëqyrje, të mbajnë mbikëqyrje dërgesën e caktuar derisa ajo të arrijë pika fundore në mënyrë që të zbulohen të gjithë rrjeti, pra nga si vjen lëndra narkotike nga pika A deri në momentin e dorëzimit në pikën B. Ne kemi pas disa raste të tilla nga autoritetet shqiptare që janë përdorur, disa kanë rezultuar të suksesshme, disa jo, sepse kemi pas raste kur në momentin që agjentët e policisë kanë shkuar për të sekuestruar ngarkesën, mbase nuk kanë gjetur atë sasi që prisnin të lëndës narkotike ose nuk kanë gjetur sasi lënde, dhe në të tilla raste zakonisht kemi dekonspirime të këtyre aksioneve dhe rezultati dihet pastaj.